Selam aleikum, jam e martu me thot që 5 vite burri fjalë ndryshe më ka thonë para martesës e tash ndryshe vepron dhe nuk e pranon. Aleikum selam. Po, atëherë i vajzë të ka fol me emocione, e tash e mush men. Po bëj shaka pak, por mrena kësaj shakas ka dhe realitet. Pse ju vajzët i hani forët që ashtu me i besu djemën përgjësi. Pastaj është normale që a i thot, kena me bo këta, kena me bo këta, jeta për ditëshmëria dalën, edhe unë sa planet i bëj në mbramje nesër ka me bo këta, mas esër ata, mas 5 vjet këta. Por, një pjesë e madhe t'yne nuk realizohen. Ndryshe është jeta reale, ndryshe është ajo që flitet në për internet, në për. Prandaj për gabime më të mëdha është që vajzat, sidomos vajzat, mashtrohen me këto fjalë të djemve. Pastaj mashtrohen tu pa në për rrjetet sociale se si po jeton filan këngëtari, filan artisti, si po bëhet jeta e serialeve. Jeta reale ka përgjithësi, nuk është sikur në filma, nuk është gjithmonë prej restorantit në restorant, prej ëmbëltorës në ëmbëltore, prej pushimit në pushimin tjetër. Do të me punu, do të me gjallnu. Mrena saj ka smundje, ka të lashe, ka mosmarrveshje, ka dalë ndryshe. Është shumë normale me dalë ndryshe. Unë nuk po du me arsyetu atë djalin. Prandaj mos premtoni, jo djem të ri. Mos premtoni shumë bra. Ma mirë realizoj, pa i premtu. Normal, thujone që ato që janë bashkë kam i kry. Kam mundu mi kry. Pasaj tjerat, ato vullnetarët të në file, dhe më dhanë, sa të moj, në rregull, sa s'moj, s'moj. E jo me menu vajzë, lumja une, ku, qa kum gjetu në djalin se ka gjetë kërkush. Se po më premton kështu, e masane? Pse ma shtroni? Kollaj e sot një djal me marë një 10 herë mu taku me ty me marë një kerë me qiraka 25 euro, 30 euro, dhe 50 euro, dhe 100 euro. Edhe ti me menu që është kjerë ti. Do të me pa ma largë sanët. Prandaj, edhe s'pengoni hoxhallarët, kur po thojnë mi marë me kujdes, mu feju që duhet, mu martu që duhet, edhe në anën tjetër, a pet po e vuni, veç qka, pi u del dupull, pi u del, se s'pengoni në fillim, pi merni, apo po kryoni standarde i ju që shpo dani, kur po shgënjeni, ta shë me bo, ta shë me bo, ta shë me vujt ti, me vujt edhe ideali, me vujt familje jote, me vujt edhe une për shumë me të kry përgjigje, edhe gjithë e vujt, ka pak, dikush ma shumë, dikush ma pak. Aman, vajzat e reja, mos unë ngutni, mos i hani forët be, ani mu më konë djali maj mirë, me kujdes, dal nga dal, qetë. Aty ku ka ven, euforia, ngutja, apo bëhet ma shpet, s'po mund me nejtë, kjo vajzë pa djalin, që një muje ka njoft, ka dal, jetë a gjatë. Allah ju një moft, oj vajza, Allah ju një moft. Wallahi Allah ju në moftë dhe djemve, së dhe ata tybe Balkan të lashe.